Këlcyra, vetëm 50 km larg qytetit të Gjirokastrës, e njohur për natyrën piktoreske, mikpritjen e banorëve. Vitet e fundit ka përjetuar ndryshime pozitive, veçanërisht pas shpalljes së vjosës park kombëtar. Këto zhvillime e kanë nxitur rritjen e turizmit, duke bërë edhe një mundësi të rëndësishme për punësimin e shumë banorëve të zonës. Banorët e Këlcyrës dhe gjithë zonës janë mikprica. Njerëz që kanë trashëguar mikpritjen, dashamirësinë e çdo virtyt që ka shqiptari. Zona e Këlcyrës më tepër ka qenë blegtorale, kodrinor. Edhe këto lugina ka qenë fushor, kështu merresh me bujqësinë. Po më shumë blegtoral ka qenë, sidomos zona e Malçovës, e Martinjit e zonat e tjera. Rritin më tepër dhenë dhi. Mirëpritja e njerëzve është kryesorja, qetësia është kryesorja. Po të punohet, gjithmonë do ketë ndryshim. Turizmi është mundësi ekonomike, mundësi për të rinjt për të punësuar. Të preferuar ajo që ka pasur në tradit, agrokultura, lektoria. Këlcyra, e cila shtrihet mes maleve të Trebeshinës dhe Nëmëçkës dhe laget nga lumenjt Vjosa dhe Deshnic, territori i saj njihet për shpellat, monumentet natyrore dhe historike, po shihet si një mundësi e mirë për banorët e zonës për zhvillimin e agroturizmit.